Të nderuar besimtar, me lejen e Zotit vazhdojmë me historinë më të bukur, me historinë më të mirë, historia e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili është shembulli më i mirë për ne, është shembulli i duhur për të fituar këtë dunja, rahatin dhe qetësinë e të, dhe shembulli i duhur për të fituar xhenetin e Zotit. Jemi ndalë në 2 javët e fundit të flasim për arritjen e Muhamedit a.s. dhe shokëve të tij në Medinë. Pra u larguan nga qyteti i tyre, u torturuan, u rrafën, u përbuzën, u nënshmuan dhe u detyruan që ta lejnë vendin e tyre për hir të Zotit. E braktisën, ose më saktë e lanë, u detyruan ta braktisin vendin e tyre, vetëm sepse dhunoheshin dhe nuk ju lejohej që të thonin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ju lejohej që ta adhuronin Zotin ashtu siç ata donin, ashtu siç Zoti kishte kërkuar. U larguan ikën në Medinë. Puna e parë që e bëri Muhamedi alayhis salam në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, për të treguar se nuk ka sukses një popull në të cilën nuk ka në tokën e atij popullit xhamia, ku të lartësohet fjala e Zotit, ku të lartësohet fjala e Allahut subhanahu wa taala. E më pas, javën e fundit treguam për një vepër shumë të madhe, vëllazërimi i muslimanëve me njëri tjetrin. Vëllazërimi i muslimanëve me njëri tjetrin. I sheh sot muslimanët në këtë kohë janë shumicë dhe krenohemi dhe lavdrohemi që jemi shumë, dhe elhamdulillah që jemi shumë, mirë po për fat keq, jemi ashtu siç na lajmëroi pejgamberi alayhis salam, që tha, do të jeni si shkuma e detit, pa vlerë. Pse? Sepse na ka hyrë përçarja me njëri tjetrin. Sepse muslimanët grinden me njëri tjetrin për gjëra të cilat nuk është e nevojshme të grindesh. Nëse i sheh sot muslimanët të dobët, kërkoje për 2 arsye kryesore. E para e kanë harruar Zotin e tyre, e dyta janë përçarë me njëri tjetrin. Kështu Muhamedi alayhis salam i kushtoi rëndësi shumë veçantë ndërtimit të xhamisë dhe bashkimit të zemrave të muslimanëve. Detyra apo vepra e tretë, të cilën pejgamberi alayhis salam do ta kryente në Medinë, ishte shumë e rëndësishme. Ishte një vepër e cila në të ardhmen do të sjellë sukses me lejen e Zotit. Në Medinë në atë kohë nuk jetonin vetëm muslimanë, por kishte edhe fise jehude. Ishin kryesisht 3 fise jehude, të cilat jetonin në Medinë në atë kohë. Kur jehudët panë se profeti i fundit do të vinte nga arabët dhe jo nga fiset e tyre, u mërzitën shumë, sepse ato e dinin që do të vinë një profet i fundit, mirë po e prisnin që të vinte nga rrallët e tyre, nga mesi i tyre. Madje ishin jehudët e Medinës, të cilët i thonin fiseve arabe para se të vinte Muhamedi alayhis salam. I thonin sa të vi profeti i fundit, atëherë do ta shihni ju çka keni me ju punu në ju. Atëherë do e shihni ju çka do ju bëjmë në ju. Mirë po kur panë që profeti i fundit erdhi në mesin e arabëve dhe jo nga fiset e tyre, u mërzitën dhe nuk e pranuan atë. Edhe pse i panë cilësitë për të cilat ishin lajmëruar tek Muhamedi alayhis salam, cilësitë e profetit, sërish nuk e pranuan atë. Allahu i lartësuar ka treguar në Kur'an dhe ka thënë: "Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ata cilët thotë e kanë librin, ose më saktë e kanë pas librin, pra Teuratin, e njohin atë, pra Muhamedin alayhis salam, ashtu siç njohin bijtë e tyre. Çka tregon se ata e dinin qartë që Muhamedi ishte i dërguar i Zotit, sepse shikonin cilësitë e profetit të ky njeri, mirë po shkaku i xhelozisë,
shkaku i inatit nuk e pranuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të dërguar të Zotit. Dhe tani Muhamedi alayhis salam do të marrë hapin e tretë në Medinë, që e cila është marrëveshja me jo musliman. Do të bëjë Muhamedi alayhis salam një marrëveshje me jo muslimanët që jetonin në Medinë, duke lidhur besë me ta, se nëse na sulmon një fis nga jashtë, atëherë ne do të jemi bashkë për me boba. Dhe kjo ishte një lëvizje shumë e zgjuar nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në Medinë do të shfaqet një dukuri negative në mesin e atyre që i thonin vetes muslima. Një dukuri që për fat keq edhe në kohën tonë është shumë e përhapur. Do të shfaqeshin munafikët në mesin e musliman. Munafikët të cilët do të shtireshin si kurse ishin musliman. Në Mekë ishin të qarta gjëra. Dihej kush ishte Ebu Bekri, shoku i pejgamberit alayhis salam, dhe dihej kush ishte Ebu Xehli, që quhej faraoni i kohës. Dihej kush ishte Omeri, ky burr kaq i madh, ky besimtar kaq i madh, por gjithashtu dihej kush ishte Ebu Lehebi, xhai pejgamberit, i cili ishte i pari që e kundërshtoi Muhamedit alayhis salam. Në Mekë dihej kush ishte Osmani, por dihej kush ishte edhe Umeje ibn Khalaf, i cili ishte ai pronari i Bilalit që e torturonte Bilalin, që donte gati ta vriste njeriu nëse thonte la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihej kush ishte Aliu dhe dihej se kush ishin armiqtë e Islam. Ndërsa në Medinë do të hynte diçka shumë e rrezikshme. Prandaj Allahu në Kur'an ka thënë për munafikët që ata janë shkallën më të ulët xhehenemit. Pra në atë dënimin më të madh. Pse? Po ti kur e din kush është armiku, ke më shumë mundësi me urujt për ati. I bon balë se je përgatit, po ti që ti bësh vllai tat, që ti bësh komshiu tat, që ti bësh shoku tat, që ti bësh afërmi tat, që e përqafon ndërsa ai ta ngul shpinën, ta ngul thikën pas shpinën. Një person në Medinë, i cili kishte një emër shumë të madh, subhanallah, kishte emrin Abdullah, që Abdullah dhe më thonë rob i Zotit. Para se të vinte Muhamedi alayhis salam, ky kishte bërë marrëveshje me fisët arabe që ky do ishte kryetari i fisëve arabe. Mirë po me ardhen e Muhamedit alayhis salam, ky ngeli pa gjohë. I iku kryetarviku, s'u bë më kryetar, s'u bë Muhamedi alayhis salam, i pari muslimanëve dhe i pari Medinës, i pari i qytetit. Çka boni ky? Se duronte do të gjë. Dhe u mundu që të flirtonte, u mundu që të hynte në mesin e muslimanëve duke u shtirë si musliman. Që për këtë ngjarje inshallah do të flasim më vonë nëse Allahu i lartësuar na e mundson. Jeta vazhdonte në Medinë dhe pejgamberi alayhis salam do të vazhdojë me misionin e tij. Asnjëherë profeti i Zotit, asnjëherë muslimani i mirë nuk e haron misionin e tij. Thirrja e njerëzve për në rrugën e drejtë. Thirrja e njerëzve për tek Allahu i lartësuar. Dhe në mesin e njerëzve të cilët nuk ishin musliman në Medinë, do të përmendim 3 raste. 2 prej tyre do të bëhen musliman, ndërsa rasti tjetër nuk do ta pranojë Islam. Një person i cili quhej Selman el-Farisiu nuk ishte nga Medina. Jetonte shumë larg. Mirë po historia e tij është shumë e gjatë dhe shumë e bukur. Selmani vinte nga Persia, nga Irani i sotëm. Por në atë kohë, në vend të Allahut, adhurohej zjarri në vendin e tyre. Adhurohej zjarri. E merrnin një zjarr, e ndiznin atë dhe e ruanin gjithë me radhë që mos fikej zjarri. Se po ti fikej zjarri, maron të Zotit. Pa adhuronin zjarrin si Zot. Dhe babai i këtij Selmanit ishte shumë i përkushtuar.
në këtë çështje, pa ishte një lojtar i madh shumë. Mirë po një ditë prej ditësh, Selman el-Farisiu, po duke shëtit në për qytet, po ndalet në një kishë dhe po i shikon ata priftërit duke u lut, duke adhuru Zotin në formën e tyre, dhe po thot ke qenë ka më e mirë se sa feja jo. Dhe po bëhet i krishter. Po fillon dhe po merr mësime. Pas një kohë vdes ai që jepte mësime, ai profesori i tij. Pastaj shkon tek një profesor tjetër, merr mësime prej tij. Pas një kohë vdes edhe ky. Pastaj shkon tek një profesor tjetër, merr mësime. Dhe prej mësimeve që i merr Selmani është se në kohën e fundit do të vijë një profet, i cili do të vijë tek një popull që ka shumë palma, ka shumë hurma. Dhe pas i vdes edhe ky prift, i cili e mësonte, Selmani niset për Medinë, pra bëhet fjalë para se më shku Muhamedi alayhis salam. Shkon në Medinë se kishte shumë hurma dhe shpresonte që ta gjente të vërtetën, profetin e Zotit i cili do të vijë. Mirë po, në tradhti e sipër Selmani e shesin si rrub, pra si splav. Por merr vesh që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkon dhe intereson. Dhe i kishte mësu 3 cilësi që i kishte profeti. Pra se njerëzit kanë cilësi, dhe profeti kishte 3 cilësi që ishin përmendme në Teurat dhe në Injil. Pa që do të vijë një profet me 1, 2, 3 cilësi. Dhe Selmani çka bën? Cilësia e parë. Kur i jepje profetit lëmosh, ai nuk e pranon. Shkon Selmani me një tas me hurma dhe ja afron Muhamedit alayhis salam. Profeti alayhis salam, si profeti i Zotit, që nuk i takon me marrë lëmosh profetit i Zotit, i thot sahabëve, shokëve të tij, merrni dhe ha. Thot, kjo është cilësia e parë. Pastaj të nesërmen e merr sërish një tas me hurma dhe i thot, bujrëm, ta kam sjell dhuratë. Asa dhurata është diçka e cila krijon raporte të mira me njëri tjetrin. Pejgamberi sa merr dhe po han vetë dhe po jep për shokët e tij. Thot cilësia e dytë që ka i këtij profeti. Cilësia e tretë, profeti alayhis salam e kishte një nishan apo një vul në mes të 2 shpatullave të tij. Dhe Selmani po i afrohet pejgamberit alayhis salam. Tani si me ja ul rrobën që me e pa. Profeti sallallahu alaihi wasallam e kupton të gjë dhe vetë e ul pak rrobën e tij. Dhe sa Selman el-Farisiu e shikon të shenjë pra vulën e profecisë dhe dëshmon shahadetin, duke thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, bëhet besimtar. Kështu njeriu si Selman el-Farisiu vujti shumë me gjetë vërtet, duke e kërku, duke hulumtu, duke mësu për të vërtetën, derisa erdhi dita që do ta takonte Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ngjarja e dytë ka të bëjë me një person i cili ishte jehud në Medinë, i cili quhej Huyej bin Akhtab. Gjithashtu ishte njëri shumë i ditur nga jehudët. Ishte një njeri shumë i ditur. Dhe tregon vajza e tij dhe thot një ditë baba im doli herët bashkë me xhaxhaj dhe shkon te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dolën herët thot për nuk u kthy në shtëpi vetëm se kur filloi duke u arsu. Dhe ishin të lodh, ishin të rastapit, ishin të mërzit. Dola thot dhe po i pres tek dera që ti përqafoj. Ka baba dhe xhaxhaj. Thot më thanë iki herë. Largohu se s'kemi të shefja. Dhe po i dëgjoj thot kjo vajzë duke bisedu babaj me xhaxhajin tim. Dhe po i thot xhaxhaj, e hua, i thot, a është ai, pra Muhamedi, ai, pra profeti të cilin po e presim, pra a është Muhamedi profeti të cilin po e presim, thot babai im i cili ishte i ditur, thot, po, sigurisht që ai është profet. I thot xhaxhaj, thot, po a do ta pranojmë, si do të sillemi në të? A do të bëhemi në musliman?
thot kur se si nuk do të bëhen musliman. Subhanallah, në disa raste njeriu nga krye lartësia e tij nuk e pranon vërtet. Dhe rasti i jehudëve është i tillë, të cilët nga xhelozia e tyre, se profeti i fundit nuk erdhi në mesin e tyre, po erdhi në mesin e arabëve, nuk e pranon. Ke edhe plot shqiptarë sot, cilët thotë çan pranojnë Muhamedit, ajo është arab, ç'a duan atë? Për shkak të hundës tyre përpjet, do ta vuajnë dëshkimin ditën e gjykimit. Allahu e din se nga e sjell profet. Allahu e din se kënd e zgjedh për profet. Thonin arabët, aty gjeti Zoti me të bërë profet, ndërkohë që ne jena më të lartë se sa ti, aty je jetim, s'ke pas bukë me hëngër, të arrit gjajt, të arrit gjyshi. Ç'ne që zgjodhi Zoti ty, pa e nënçmonin profetin e Zotit. Do të jenë zot xhenemit për gjithmonë. Kush nuk e pranon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ai njeri do të jetë i humbur. Dhe rasti i tretë, sërish një person shumë i ngritur në mesin e jehudëve. Ai ishte shumë i ditur dhe e respektonin gjithë si më ditur. Ky person quhej Husein bin Selman, që më vonë pejgamberi alayhis salam do ja ndroi emrin duke ja bërë Abdullah ibn Selman. Abdullah ibn Selam. Ky person në gjën që kishte ardhur Muhamedi alayhis salam në Medinë dhe që po pretendonte që ishte profet. Thot shkova të takoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa e pash thot fytyrën e tij, e vrejta që ky nuk është një dëmjeshtar. Atje është një njeri që ku e shef në qere, e kupton çfarë robi është. E kupton a është mashtruese ç'është. Kështu thotë ky person. Dhe thot e ngjova Muhamedit alayhis salam që po fliste shokëve të tij duke i thënë: Ja ejuhan nas, efshu selam, o ju njerëz, përhapeni selamin me njëri tjetrin. Pra përshëndeteni njëri tjetrin me selam. Pastaj thot tha: ushqejeni të varfrit, bajeni lidhjet farefisnore dhe faluni natën kur njerëzit flen gjumë. Kështu pejgamberi alayhis salatu vesselam po bisedon me këtë person. Dhe ky person i thot Muhamedit alayhis salam do t'i bëj 3 pyetje, që përgjigjen e këtyre pyetjeve nuk e din vetëm se profetët e Zotit. I thot pyetja e parë, cila është shenja e parë e kiametit? Pra që tani me këtë shenjë fillojnë shenjat e mëdha. Pastaj i thot, cili është ushqimi i parë që do ta hajnë banorët e xhenetit? E pastaj i thot, pse në disa raste fëmia i ngjan babës dhe në disa raste i ngjan nënës? Pejgamberi alayhis salam s'po i di përgjigjen. Allahu i lartësuar po i çon Xhibrilin alayhis salam. Dhe thot Muhamedi alayhis salam, më erdhi Xhibrili dhe po t'i jap përgjigje. I thot ky rabini, pra ky i cili ishte prifti i jehudëve, i thot ka ardhur Xhibrili, armiku i Zotit, se çifutët mendojnë që Xhibrili alayhis salam është armiku i Zotit. Allahu na ruaj. Dhe pejgamberi alayhis salam po ja jep përgjigjen. Dhe ky person po dëshmon shahadet. Duke thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mirë po ishte problemi tani që ky person duhet ta shfaqte Islamin dhe tek populli i tij. I thotë ai dërguari i Zotit, shko tek jehudët dhe pyeti për mua çfarë do thonë. Në momentin e parë që ata do të kuptojnë që unë jam musliman, shqipe si do të përgjigjen. Shkon pejgamberi alayhis salam tek jehudët dhe po i thot atyre, çka mendoni ju për këtë person, për këtë për cilin po flas? I thonë ata, ky është njeriu më i mirë në mesin tonë, është më i ditur, më i zgjuar. I thot Muhamedi alayhis salam, çka mendoni nëse unë ju them se ky person e ka pranuar Islam? Thot Zot na ruaj me pas bëj këtë gjë. Del ky person dhe i thot, unë jam bërë musliman. Prandaj bëni edhe ju musliman që të shpëtoni. Atëherë ata fillojnë gjithë duke e shaj, duke e marku, duke e thënë se ti je më i keq në mesin tonë e kështu me radhë. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me shokët e tij do të vazhdojnë jetën e tyre në Medinë, mirë po shumë shpejt
banorët e Mekës, projetarët e tyre sërish nuk do t'jenë rahat. Edhe pse I përzun nga Mekka, sërish nuk do t'i lënë rahat edhe në Medinë. Çka do të ndodhi më vonë te me lejen e Zotit, nëse na mundson Allahu subhanahu wa taala në javët në vazhdim të flasim së bashku e lutim Zotin ton që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.